paska, generatorët të dëgjohen. Përshëndetje nga Krusha, jem sot me 5 mart 2026, është ditë me shi, ku do i japëm lëndëmirën e fundit Sait Malsorit, djalit madh Din Malsorit, vllaut profesorit dëshmorit Muhamet Malsori. Dina baba Sadini ka pas 3 djemë, Saitin, Muhametin e Nasipin. Nasipi ka ndru jetë në vitin 2024. Saiti ka qenë mërgjimtari i vjetër. Edhe sot mbrëm ka rrit trupi në Kosovë nga Gjermania. Po i presim njerëzit me ardhë. Saiti ka qenë gjenerat e nonës tuja në shpite dojve. Nona thejke i mrit me një obor. Edhe ka qenë smuta dhe ma heret, po 5 pore si ka dhonë për vdekje, së shpejtësu. I sa heri kanë thonë mjek, jo këtu, jo ashtu, dhe zoti kur ka dash. E tash arriti alkoholit. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
والحمد لله رب العالمين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Falënderimi I qoftë Zotit Gjellëshanuhu në librin e tij të pastër ka thënë, çdo person do ta shijë vdekjen e pastaj të ne keni për të kthyer. Bekimi dhe shpëtimi qoftë mbi Zotriun ton Muhammedin alayhi salam, në lidhje me të cilën janë shpallur. Vërtet ti do të vdesish, por edhe ata do të vdesin. O Zoti ynë, mëshirona me Kur'anin Kerim, dhe na bën atë prins, udhërrëfyes dhe mëshirë, o me I mëshirshëm I mëshirues. O Zot, se vapin e fituar të kësaj që e këndum nga Kurani Kerimi. Dërgoja dhurat shpirtit e Zotrisë dhe profetit ton Muhammed alayhis salam, shpirtërave të familjes dhe mbar shokëve të tij, dhe shpirtërave të besimtarëve, të gjallëve të vdekurve, e posaçërisht ti rahmetlijes në këtë vend e në këtë varr. O Zot, bërja varrin e tij një kofsh prej kofshëve të xhenetit, e mos ja bën atë grop prej gropave të xhenetit, të xhenemit. O Zoti ynë, bëja shpirtin e tij të gëzuar, mëkatet e tij të falura, veprat e tij të pranuara, dhe jepja librin e tij në dorë të djathtë, lehtësoja llogarinë dhe punizoj me begatit e xhenetit nga mëshira jote, o me I mëshirshëm mëshirues. O Zot, mëshirona të vdekurit tanë, dhe na përfundo me besim jetën tonë me mëshirën tënde dhe o krijuesi I gjithësisë. O Zoti ynë, vërtet ne kemi dëgjuar thirrsin duke ftuar, beson në Zotin dhe ne besuam. O Zot, fala gjunahat tona, hyrat e këqija tona, dhe merrna shpirtin me njerëz të mirë. Sadakallahu al-azim, subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. O xhamat, në emër të familjes, faleminderit për festivallin. Zoti është problem të gjithëve. E pam janë ushtri ditë. Oh, në salash. Allah ju shpërblet. Faleminderit, amin.
Oh, nuk ja, po ta rop.